Edhe një herë tjetër, kryetari i Partisë Socialdemokrate për qarkun e Elbasanit, Erion Murataj, tregoi përpara të gjithëve se është zëri i qytetarëve të thjeshtë. Në mbledhjen e radhës të zhvilluar gjatë ditës së sotme, Murataj foli për problemet e banorëve të fshatrave Dopaj, Mamël, Kozan, Shëngjergj, Shtërmaj, Ulëm e tjerë. Siç ka bërë edhe herë të tjera kur banorët kanë kërkuar të jenë të pranishëm në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Elbasanit, Erion Murataj u mundësoi banorëve qëndrimin në sallën e mbledhjes, siç ka ndodhur edhe herë të tjera sapo flitet për hallet e njerëzve të Elbasanit. Këshilltarët e Partisë Socialiste largohen nga salla apo krijojnë skena as pak të hijshme për pozicionin që mbajnë. 450 vjeç ne i shtojmë. Ti kanë të do kërkesa për mund të kanë. Ku ke? Dopaj, Kozan, Ulëm, Shtërmaj, që janë 4 fshatra. Një kërkesë që ta të një Zundar Gjojnë. Zundar Gjojnë sepse tutet e vërteta e monitorimit fuqetit. E atyre shërbime që do të ofrojë bashkia e pasatë. E atyre taksave që i merr në të rrinë këtu. Dhe ti sot ke pa vëtyrësi, bashkë të tjerë, ku që përshërru. Dhe ndërkohë që njerëzit janë parur. Mamri kishe 30 vjetë parur. U deshën që të bëjshën bashkë të qunët, dhe ta qëru. Dhe kostoje që paguajnë ta në raport me kosto, zero që ka bashkje për mjetë, po vetëm karburant, është shumë e shtrejtë. Kërkesat kini të avojnë. 2 lajtë mamit, qendrën të qarit, dhe 5 fshatë, përfshirtu dhe muqën. Që sot nuk ka ardhur sepse i shpet që këtë presion mërëzarë. Tani, janë të kaluar, ashtë përreja ka pasi plavë unë. Unë i kam të dyja dhe raportin e shkuminit sipër dhe raportin e shkuminit poshtë. Në datën 24, dhe i datën 28, ka pasur planifikim që të shkoj të gëzimin Kozan, të gëzimin Ri, ku ke gërmim dhe hapje, zgjerim, pastrim, sistemim, me mjetër të SHPR-s dhe me krapur. Nuk shkoj asë mjetë. Kem plan dhe fakt. Po bravo! Po do të që së shbërë, janë të tjetë. Kem plan javor, do të kështë bërë. Edhe banorët e këtyre fshatrave kërkuan që të kishin mundësinë që të dëgjoheshin si qytetar përpara antarëve të Këshillit që i kanë zgjedhur me votat e tyre, por as këtë herë nuk u lejuan. Në përfundim të mbledhjes u shprehen të zgënjur që edhe pse kanë bërë kilometra rrugë për të shprehur një problem të tyrin, këshilltarët socialist nuk i lejuan. Tu turp vajazes. Është për turp tregosh. Për të ju po jo, po dhe për pjesët e qytetit, që jo është një turp. Është turp shqiptarëve, dhe sepse këto thonë që të vinë të nga migracioni, që të vinë në migracioni, këtu fliten miliarda lek fliten të këtë zonë, kur ai pensionisti shkret thot nuk me çfarë do vinë, ai thotë që mbaj qendër sociale, me çfarë do vinë se armën makina para, nuk i del dot para fugonit. Sepse bëhet të transportimi në fshat, bëhet po çdo lëvizje nëpërmjet autostradës. Në fshatin në Kozan janë përrejt, i shit bjerë janë përrejt, janë rrugë të pakalueshme. Nuk flitet për rrugët automobilistike, për rrugë kalon njerëzit në kamp. Për të ngritur një problematik shumë të vjeçare, jo sot. Sepse autostrada Elbasan-Tirana ka ra fshatit përmes dhe nuk kemi rrugë të kalojmë. Jo për rrugë automobilistike, por rrugë kamësore. I çoj fëmijët në autostradë, i kaloj, i çojnë në shkollë në autostradë. Plejtë të smuri marrin me kraj qitin po në autostradë. Ai tani nuk po kërkoj një rrugë që të bëhet me standard europian, bëj rrugë ta marr fëmijën për dorë dhe ta çoj në shkollë. Ose prindin ta marr me forestradë, me ta qisë rruga. Banorët e fshatit Ulëm kanë bakti, edhe detyrohet ta nxjerrin natën në autostradë me imagjino me shpektu i bakti çfarë aksidenti, çfarë katastrofe. E ngrej zonin që mos ndodhi një tragjedi, siç ndodh në vende të tjera. Prandaj këto, jo, atje në vinë bëjnë pazare. Bëjnë pazare, jo se bëjnë për vota. Ku do në Mamël, Dopën, Shinj, Gjorëm, të gjithë janë njerëz që paguhen nga shteti, marrin presion se ngrejnë zonin siç duhet tu. Turp fare katastrofë. Për çdo gjë, na jemi mes jetës jemi në rrugën fshatit Mamël 3 kilometra rrugë, nuk pa këm rrugë me asfalt, pa kërkojmë me çakull.
Nuk ka sa bashkia 50 kamiona çaku me pru. Na balozë me jetë në Europë të dim fshatin mam. Libajmë Europë me barrele i qisin poshtë autostradë. Se na skim as rruga se jo, atë syn as ambulancë as jo fare. Atë syn as makinë, vetë në zëtor në gjon. Sa e vështirë është jeta? Shumë e vështirë fare. Vim të msiu për shek, asnjë s'na pyet vetë përveç Emiratës, të na bën shtet, asnjë tjetër fare nuk e vetëm për fshatin mamit. Megjithatë, më 11 maj ta marrim përgjigjen. Shumë zhgënimi mikni. Shumë po i kin herë kemi bërë kërkesë. Nuk na ka fut fare të merrna, përveç sot. Se na ka futur në Emiratë. Sot nuk u pritëm fare mirë nga bashkia, domethënë për 3 kilometra rrugë asnjë gjë fare. Po lozim me jetën e robët kur siç thotë djali. Domethënë nuk po kërkojmë diçka, rrugë po kërkojmë. Tashi, është në kohë fushate, të gjithë ngjiten mamël. Domethënë ngjiten mamël për arsye votash. Mos të vinë mamël kot me kërku vota. Se nuk kemi më mirë, nuk do dalim fare me votu, sa të vinë votojmë to. Përveç Erjonit, asnjëri nuk ka erdhur mamël. Të interesohet për ne. Askush, domethënë Erjoni ishte organizatori i parë, domethënë që na mlodhi, ma shkoi bashkët që ne të vazhdojmë pak rrugën, sado pak vetë me fondat tona. Po jo, nuk bën llafe. Sepse bën rruga pri bret Zotit. Tashi 30 sa vjet nuk është bën asnjë lloj investimi në fshatin ton. Edhe i prodhojmë ne fshatarët, ashtu dhe e çojmë në Tiranë ose në Elbasan e bim salcë. Salcë e tonë gjithë rruga, në minë që ka një fojstrat, se kështu makina tjera nuk po dhafa, as ambulanca, si gjanë, të futet. Tash kërkojmë, katë mundës, nuk na përgjigjet njëri. Erdhët sot për të ngritur problematikën. Po, nuk na pritën mirë. Nuk na pritën mirë, keni bo gabim që keni ardhë, kënë hymrenën këtu, ke këshilli bashkisë, për mu ishte një turp, se tash të ofendojsh një përfaqësues të një fshati, tash është turp e faqezes. Kanë ardhur të kërkojnë vota në fshatin tuaj? Jo, deri tash s'kan ardhur. Po do vinë, siç vinë vit për vit, zakonisht vit për vit, do vinë edhe tash. Do vinë se atë punë kanë. Filloi sken turpi e radhës Këshillit Bashkiak. Kërkesa e 5 fshatrave nga Dopaj deri në Shtërmaj ishte aty. Kërkesa për 2 lagje të Mamlit, qoftë Qarja, qoftë lagja Qendër ishte aty. Këta të majorancës u quan ikën prap, e kanë bërë traditë tash. Shqyr Zotit i dha Zoti mend këtyre të opozitës t'i dëgjonin pak të banorët. Përgjigje nuk ishte. Edhe thirrja ime sot nuk është më për të paburrat e politikës, por është për banorët. Nga ky në momente mrapa do kenë mbështetjen time, duhet marrin dorë fatet e veta, sepse është e qartë që gjithçka vjen Këshilli Bashkiak është justifikim për vjedhjet që bëjnë. Dhe unë mendoj që ka ardhur momenti që për sa kohë kemi votuar gjithmonë për të bërë shtet dhe kemi marrë mbrapsht firma piramidale, duhet bojkotojmë firmat piramidale dhe duhet i marrim dorë fatet tona vetë. Falenderoj gjithë banorët që ishin sot këtu për hallet dhe problemet e tyre. S'kam bërë asgjë më shumë se sa detyrën, detyrë fakt cilën duhet ta bënte çdo antar i Këshillit Bashkiak, e sidomos kryetari i bashkisë që është pagzuar me emrin Limon, i cili ka harruar anë e njerëzillikut. Në mungesë të kryetarit të bashkisë së Elbasanit, i cili prej shumë muajsh nuk merr pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak për arsye të panjohura, banorëve ju përgjigj nën kryetari i bashkisë së Elbasanit Asim Sula, i cili tha se bashkia është në dieni të problemeve që ata kanë, por deri më tani nuk ka një zgjidhje.